Të gjithë e njohin Monika Kryemadhin, një grua e fortë e cila i ka bërë balë të gjithë presioneve që janë vendosur përpara nga qeveria. Kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka bërë një deklaratë të fortë për shëndetin e saj. Ndërsa po fliste për mungesën e profesionistëve mjekësor në Shqipëri, Monika Kryemadhi ka rrëfyer se vuan nga kanceri në qafën e mitrës, një sëmundje e cila vuhet shumë nga gratë, një sëmundje e cila është dhe pak kompleks për çdo gratë, për shkak se është shumë e vështirë ta pranosh këtë gjë. Kryetari i LSI-së tha se gjendja e saj shëndetësore e detyron shpesh herë që të shkojë për kurim jashtë, pasi thotë se nuk ka infermier të specializuar këtu. Nuk e kam thënë asnjëherë, po e them këtu. Unë jam person i kategorizuar me kancerin në qafën e mitrës që jam operuar. 1-2 herë në vit duhet të marr serum në gjak. E kam të vështirë të gjej infermier në Shqipëri, dhe më çpojë të gjej venat pa 10 herë. Është vetëm një djalë i cili ka aftësinë për të gjetur. Nëse ky djalë ikën në Gjermani, unë do përfundoj 1 ose 2 herë në vit, do të shpon ta marr të qafës. Imagjinoj qytetarët e tjerë, tha Kryemadhi. Pra ajo, përveç se gjendja e saj të rënduar shëndetësore, ka pranuar edhe faktin se ku po shkon shëndetësia shqiptare dhe se sa vuajnë këto gratë të cilat nuk kanë mundësinë që të shkojnë në të gjitha spitalet të cilat kërkojnë shumë të mëdha parash. Një problem i cili qeveria shqiptare nuk e ka zgjidhur dhe vështirë ta çojë deri në fund, edhe pse është një detyrim që ka për popullin e saj. Monika Kryemadhi dihet që është një grua mjaft e pasur. Ish bashkëshortja e Ilir Metës di se si ta mbaj veten e saj, por ne si do ja bëjmë? Çfarë mendimi keni për të ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.